votuan pavarësisht nga gabimin që ai kishte bërë, por e votuan për parimësinë që ajo tregoi, për guximin që ajo tregoi. Ajo u ngrit si Feniksi nga hiri dhe fitoi zgjedhjet parlamentare të vitit 2001, të cilat e din shqiptarë të gjithë se si u grabiten me fenomenet e dushkut e tjerë. Përsëri, ne qëndruam, e gjunjëzuam pushtetin, mbrojtëm votën, ushtruam, ja u them unë ju, në mbrojtësit më të sigurt, në të vendosur të votës së shqiptarëve. Nuk ka ndodhur kurrë që ata të cilët vëzhguan zgjedhjet të shkruajnë në raportin e tyre se ne e ndryshuam raportin pasi opozita solli prova të pakundërshtueshme. Raporti ndryshoi, zgjedhjet u damkosen. Faktikisht, qeverisë asaj kohe ne i hoqëm legjimitetin. Dhe ashtu që jemi ne Parti Demokratike e vlerave, e përcaktuar në rrugën tonë për realizimin e qëllimeve mjetet demokratike, ne vazhduam betejën dhe fituam në mënyrë plebiscitare në vitin 2005. Vite të qeverisjes të cilat sollen ndryshime që Shqipëria nuk i ka patur kurrë. Sollen ndryshime thelbësore. Shqipëria nga honët e mjerimit dhe të varfërisë që ishte, ndoshta edhe shekuj në grupin e vendeve me të ardhurat më të ulta, unë gjitë në grupin e vendeve me të ardhurat mesme të larta.